Shikues të dashur, tash po shënon ora 8:28 minuta, ne diskutuam këtu në studio për gjithënja rëndësinë dhe të mira që mundet me i pas edhe nëna dhe foshnja në këto raste e cila ushqehet me gji, por tashmë flasim edhe për qumshtin në formul Aptamel AR2, i cili është larguar nga tregu. Au ka bërë këtë njoftim dhe tutje tashmë dhe informatat e detajuara do t'i ndaj Erza me ne në një lidhje direkte. Mirëmëngjesi Erza. Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi të gjithë shikuesve të Koha Vizionit. Ne jemi tash te Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, ku do të diskutojmë me zotrin Muharrem Shahini për tërheqjen e produktit Aptamel AR2 dhe për të gjitha informatat dhe detajet do të na tregojë zotrin Muharrem Shahini. I nderuar, mirëmëngjes, faleminderit shumë që pranove me zhvillu këtë intervistë. Faleminderit ju për ftesën. A mundesh më na tregu cila është arsyeja për marrjen e vendimit për tërheqjen e këtij produktit nga tregu? Po, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës ka pranuar një njoftim nga njësia, nga Agjencia e Alarmit Shpejt e Komisionit Evropian, ku na është njoftuar se Aptamel AR2 dhe një seri tjera që dolin nga ky qumsht, domethënë produkte mjekësore, për fëmijë duhet të tërhiqen nga tregu për shkak të përbërjes së cereloides. A mundesh më na spjegoj më shumë për substancën cereloide dhe cila është rreziku për foshnjët për ta? Sipas dhënave që kemi marrë, substanca cereloide të fëmijët shkakton dvjella edhe diare. A ka pasur ndonjë foshnjë të prekur nga kjo substancë që ka hasur në këtë qumsht? Fatmirësisht, deri tash në Kosovë nuk kemi ndonjë njoftim sa i përket gjërave, domethënë që fëmijët duhet të kenë pas diçka nga ky qumsht, edhe është e mirë. Megjithatë, nuk është për të përdor. Ky qumsht është për të tërhequr nga tregu. Agjencioni i Ushqimit bashkë me kompaninë e cila ka bërë importin e këtij produkti është duke mbledhur në gjithë Kosovën, janë njoftuar të gjitha pikat cilat janë furnizuar dhe ata janë të obliguar ta kthejnë në origjinë, domethënë aty ku e kanë marrë. Njëkohësisht i kemi bërë ftesë, ju bëjmë edhe tash përmes jush, të gjithë atyre edhe familjeve, nonave, prindve që kanë ble qumshtin e tillë apo një përbërje mjekësore të tillë ta kthejnë në pikat ku ata janë furnizuar. A e dini se për sa kohë ka qëndruar ky qumsht, kjo seri e qumshtit në Kosovë? Kjo është për pak ditë. Domethënë është për pak ditë sa ka hyrë, megjithatë besojmë se kjo do të grumbullohet shumë shpejt. Dhona do t'i publikojmë besoj sot mbasdite se si qëndron puna dhe si ku ka arrit domethënë çështja e qumshtit. A janë duke u kontrolluar qumshte tjera ose produkte tjera që ngjasojnë me të dhe a ka pas kontrolla më herët? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Faktikisht në Kosovë ne i bëjmë analiza të gjitha qumshteve të cilat janë prodhues për fermerëve të Kosovës. Qumshtet edhe llojet e tyre që vijnë nga shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtetet tjera, edhe ata shoqërohen me një certifikat të origjinës së quhet. Kanë të gjitha analizat edhe kanë një formë që mund të shpërndahet në shtetet dhe të përdoret mund të shitet dhe të përdoret për konsumim. Ato analiza merren si të mirëqenia nga kompanitë cilat furnizohen në Kosovë. Ndër tjera, nëse ne marrim nga rast në një informacion për qumshte të tilla apo ushqime, nuk është në këtë rast vetëm qumshti. Janë edhe mishrat, janë edhe konsume të ushqime të ndryshme që përdoren, që shpërndahen nëpër Evropë dhe shtetet e Ballkanit, edhe më gjerë, edhe që hyjnë në Europë në shtetet e Ballkanit. Në momentin që marrim ne, është e pakontestueshme, ai produkt duhet konfiskohet dhe ta zgjesohet. Sa funksional është sistemi i rasve dhe sa shpejt ka reaguar Kosova në këtë rast? Kosova ka reaguar shumë shpejt. Ne kemi marrë para 2 ditësh dhe menjëherë kemi caktuar inspektorët, të cilët kanë kontaktuar kompaninë dhe janë dalë në terren për të bërë grumbullimin e këtij qumshtit. Për të gjithë ata që kanë dyshime, nuk është vetëm, domethënë është vetëm qumshti ose vetëm njëri qumsht Aptamel AR2, nuk ka tjera qumsht që janë me këtë rrezik. Aktualisht kemi njoftimin për qumshtin AR2 dhe disa përbërës mjekësor që dinë ata që furnizojnë familjet. Si mundën prindrit me identifiku atë qumsht që kanë dhe ja japin foshnjës së tyre? Prindrit mund ta identifikojnë, e para është me shkronja të mëdha AR2, pastaj kemi edhe përbërësit tjerë që ndoshta nuk është keq me pa, është paketimi ENG 24 herë 400 gram, që i cili është prodhu nga kompania Nutricia Infant nga Irlanda dhe është importu nga kompania
unë janë shë për këmë vështri. Dhe a ka masa ndëshkuese për importuesin apo distributorin në rast se rreziku është serioz normal? Kompanitë të cilat bëjnë importin e prodhimeve të shtetëve të Bashkimit Evropian shoqërohen me një certifikat, e thash edhe më herët, të origjinës. Këta nuk janë prodhues. Këta ne gjejmë mirë kuptim gjithmonë me kompanitë që të intervenojmë sa më shpejt, që ne kemi raste të ndryshme kur kompanitë vetë na thrasin. Edhe nëse nuk është i lajmëruar nga Araspa, po kompani tjera. Kompanitë tona na thrasin në momentin që mund të jetojnë diçka, që ne shkojmë të bëjmë identifikimin, të bëjmë analizat dhe të bëjmë edhe asgjësimi e modrave. Dhe si përfundim, çumpshi është tërhekur i gjithë nga tregu dhe një mesazh për të gjithë ata prindër që ju shihen foshnjët e tyre. Mesazhi për prindërit është, nëse kanë një produkt të tillë, ta kthejnë vendin ku ata e kanë marrë. Kthehet kompenzimi. Në këtë rast nuk është çështje kompenzimi, është çështje shëndeti të fëmijëve. Ne jemi shqetësuar gjithë, jo vetëm për fëmijët, po edhe për mosha të tjera që përdorin edhe çumshte të tjera, edhe për ushqime të tjera. Është tërhequr nga tregu deri në momentin kur ne morrmi, domethënë përfundimisht nga inspektorët edhe në bashkëpunim me kompaninë, morrmi lajmin që është përmbyllur, faktikisht ne do të njoftojmë edhe opinionin. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, edhe unë uroj që mblen të përmendet edhe një diçka që deri tani s'kemi për, domethënë në një indikacion që kanë ndodhur tek fëmijët në Kosovë, por mbetet shqetësuese edhe ne do të jemi krah tyre gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Pra Agnesa, me të gjitha këto informacione pe kalë linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë Erza për këto informata, faleminderit po ashtu dhe drejtorit. Ne tani me qenë se diskutuam edhe për këtë çështje, kalojmë tek diçka tjetër, një lajm i fundit të cilin mundeni me gjetë në portalin koa.net dhe kalojmë në përmbylljet e emisionit. Kështu ka thënë Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në emisionin interaktiv mbrëm, ka thënë nuk ka asnjë normë ligjore e cila ndalon kthimin e mjeteve të pensionistëve. Për shkak se janë 425 pensionistë të cilët kanë paraqitur ankesa në Ministrinë e Financave vitin e kaluar për shkak të humbjes së pensionit si pasojë mos lajmërimit në zyra pensionale brenda 9 muajsh. E Jakaj ka thënë që nuk ka asnjë formë, asnjë normë ligjore në të cilën mund të bazohet Departamenti i Pensioneve, në bazë të cilës nuk u kthen mjetët pensionistëve të cilët u kanë dalur për shkak se nuk janë lajmëruar me kohë. Megjithatë, sipas Jakaj, në rastet kur nuk kthehen mjetët e pensioneve, do të duhet të shkohet me ankesat të cilat do të kenë kosto financiare, por edhe fizike. Në ligjin për skemat pensionale parashihet se mos paraqitja çdo 6 muaj nuk përbën shkak për ndërprerjen e pensionit, por vetëm suspendimin e përkohshëm. Aty ndërprerja parashihet vetëm në raste të vdekjes, fitimit të një shtetësie tjetër, apo në raste kur vlerësohet se përfituesit kanë bërë mashtrim gjatë procesit dhe pastaj janë edhe 3 muaj të tjerë kohë për t'u lajmëruar. Por kynen që parashite një gjë të tillë në udhëzimin administrativ të vitit 2015 u rrëzua nga Gjykata Supreme. Një diskutim i cili po vazhdon tutje dhe po i shqetëson të gjithë pensionistët e Kosovës, duke e paraqitur si diçka e padrejtë që po ndodh me këtë paraqitjen të disa kategorive çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë gjallë në mënyrë që ta marrin pensionin i cili u takon. Tutje për to tema dhe të tjera, ne do të diskutojmë edhe në emisionin e mëngjesit. Ju mundeni me gjetë videot dhe të gjitha materialet të cilat, po ashtu dhe intervistat të cilat janë pjesë e emisionit sot, në kanalin e Koa Vizionit në YouTube, madje në profilin në KTV Video. Faleminderit Telkos dhe Media të cilët e bëjnë të mundur realizimin e emisionit. Faleminderit Butikut Avenue, i cili çdo ditë përkujdeset për veshën time, po ashtu për aksesorët. Kënaqësi që takohemi çdo mëngjes.